Një element tjetër që më bëri shumë përshtypje, jo vetëm mua, po kam përshtypje në gjithë botës, mediat kishin shkruar ato më prestigjioset. Sot ishte dhurata. Tani është e zakonshme që liderët këmbejnë dhurata, po me sa u informova sot e pa zakon që një lider t'jap një pistolet personalizuar dhe jo vetëm kaq, por gjithashtu edhe fishek. Eugenia, jam shumë kurioz për interpretimin tënd. Në fakt ishte një surprizë e madhe për të gjithë ne. Jemi mësuar sigurisht suvenirët dhe dhuratat, ato zyrtare, sidomos ndaj krerëve të shtetit e drejtuesve, të jenë të sofistikuara dhe të niveleve të larta, të jenë dhe të kushtueshme. Megjithatë, simbolikën e kanë analizuar në mënyra edhe të çuditshme, si ajo paja që i jepet ndonjëherë vajzave me vete dhe nga ndaj është marrë edhe si një simbolik fuqie ku aleatët tashmë armatosen deri në brez. Nga ana tjetër, po aq simbolik interesante ishte edhe darka e shtruar për krerët, ku u shtrua një darkë me evidentimin e një kuzhine turke me pjata të njëpasnjëshme të cilat të dëshmonin trashëgiminë turke të 500 viteve pushtimit në të gjitha, le të themi, trevat dhe trojet e kontinentit evropian, dhe ka qenë një nga samitet shumë interesante për të ndjekur, ku shpesh i lirë pak me shaka edhe pak me ironi është folur edhe për traumën gjeneracionale të vetë otomanizmit që ka lënë në shumë nga këto vende aleate të NATO-s, që tashmë janë të gjitha nën çadrën e artikullit 5.1 për të gjithë dhe të gjithë për një. Eugenia, përmend pajën edhe plumbin, po shumë interesante në fakt, pa dhe një komunikim me një ekspert nga Britania i cili tha sfit ta pranosh, sfit ta refuzosh, ama Starmer tha nuk mund ta marr se nuk më lejojnë ligjet e vendit diçka të tillë. A mund themi se e ka refuzuar edhe me aq informacion sa ke, duke qenë se ke qenë atje prezent, e kanë marrë të tjerët? Rama e ka marrë apo e ka lënë atje në Turqi? Nuk mendoj që ka qenë një mënyrë për ta refuzuar. E dim fare mirë që në Britaninë e Madhe është e palejuar edhe për vetë policinë në rrugë të mbaj armë. Patjetër kanë gjetur kanalet e duhura për ta transmetuar. Kam përshtypjen që kryeministri Rama e ka pëlqyer dhe e ka marrë, besoj, këtë pistolet, nuk mendoj që e ka lënë, duke patur parasysh edhe miqësinë e mirë që ndajnë të dy liderët, qoftë Rama dhe Erdogan. Ermal, një këndvështrim për dhuratën. Ishte një dhuratë e çuditshme, në sensin që është një dhuratë nga ato që quhen awkward, që është vështirë që ta pranosh, po kështu është vështirë që ta refuzosh. Domethënë ju e thatë fare mirë që sfit për ta pranuar, sfit për ta refuzuar. Si e deshifron? Edhe më shumë është ato ka dhënë pistoletën, probleme. Ka dhënë pistoletën, po ka dhënë edhe plumbat, se mund t'i edhe vetëm pistoletën. Po kështu dhe disa udhëheqës të tjerë nuk e pranonin dot sepse ose vlera i kalon ato vlerat monetare që ata pranojnë dhurata, ose fakti që ishte armë tamam, e vështirësonte importimin në vendet e tyre të origjinës. Për shembull edhe Hollanda bëri atë që arriti që pistoletën ta bënte të papërdorshme. Edhe vetëm në atë mënyrë mund ta çonte në Hollandë edhe ta dorëzonte prapë në një muzeu ose tjetër. Si e bëri të papërdorshme? Ursula von der Leyen bëri një gjë të ngjashme që do vendosi që armën ta dorëzonte në një muzeum armësh. Edhe kështu edhe disa udhëheqës të tjerë, pra ishte një lloj, domethënë, dhurati që thjesht të vinte në siklet më tepër. Në fund doja një analizë tuaj përpara se t'ju përshëndes për Shqipërinë, për Ballkanin. Prodhoi diçka ky samit, Eugenia? Ballkani në fakt nuk ka qenë i përmendur në komunikatën e samitit. Shpeshherë komunikatat janë ato të cilat shihen me shumë vëmendje dhe lexohen si një piketë strategjike për vendet të cilat përmenden apo rajonet të cilat përmenden. Sigurisht rikonfirmohet edhe një herë jo vetëm zotimi ndaj artikullit të 5, por edhe zotimi i SBA-ve për të vazhduar prezencën e saj në disa rajone apo në disa territore, sikurse edhe Ballkani. Megjithatë nuk përmendet e tillë. Mbetet ende për të parë nëse gjuha aq e vagut edhe gjuha aq ambivalente samiti i radhës me samitin e vitit
që vjen do të jetë e njëjta gjë, pasi dhe kjo është lënë e hapur dhe ende nuk është përcaktuar. Megjithatë duhet thënë që nuk kemi një direktivë për të shqetësuar ndaj Ballkanit, kurse si nga ana tjetër përmendet edhe vetë mbrojtja apo gatishmëria e aleancës për të mbrojtur territorin e saj, duke përfshirë edhe Kosovën në të, çka që është një nga lajmet e shumë pritura edhe për vendin tonë, për Shqipërinë, por edhe për Kosovën. Qartë. Ermal, një lajm ishte për Shqipërinë. Do të zhvillohet tha Rute, samiti, se kishte dilema, një javë rresht pikpyetje të nda, do zhvillohet, nuk do zhvillohet në Shqipëri. Po për te i kësaj,